Në kuadër të ditës së vajzave në shkollën profesionale Shërbime Korç, u zhvillua një aktivitet i veçantë me pjesëmarrjen e nxënësve të klasave të nënta, me qëllim orientimin e tyre drejt profesioneve të së ardhmes. Përmes takimeve, bashkëbisedimeve dhe prezantimeve të ndryshme, vajzat patën mundësinë të njiheshin më nga afër, me mundësitë që ofron arsimi profesional dhe tregu i punës. Sot jemi duke organizuar ditën e vajzave, është viti 4 që organizojmë tek shkolla jonë këtë lloj veprimtarie. Qëllimin parsor kemi tërheqjen e vajzave në profesion dhe organizimi i sotëm është një bashkëpunim me shkollat nëntëvjeçare në kuadër të Këshillimit të Karrierës. Falenderoj të gjitha shkollat nëntëvjeçare që janë bërë pjesë, janë 4 shkolla nëntëvjeçare nga fshati dhe qyteti që janë bërë pjesë e këtij aktiviteti. Qëllimin e kemi që duke njohur kualifikimet që ne ofrojmë në këtë institucion, vajzat të shohin interesin e tyre që nesër të jenë në një nga këto profesione, të shohin të bukurat e këtij profesioni, po dhe përfitimet e këtyre profesioneve që ne ofrojmë. Nxënësit pjesëmarrëse shprehen se aktiviteti ishte motivues dhe i ndihmoi të krijojnë një ide më të qartë për profesionin që duan të ndjekin. Ne jemi nga shkolla nëntëvjeçare Lumalas. Eksperjenca jonë këtu ishte shumë e bukur. Njohëm nga afër ambientet e shkollës profesionale. Gjithashtu këtu kishte informacioni që ne morëm ishte i detajuar dhe shumë profesional. Ne jemi nga shkolla nëntëvjeçare Bulgarec dhe kemi ardhur këtu në shkollën profesionale të shërbimeve për të parë ambientin, të njihemi me mësuesin, me nxënësit dhe të shikojmë se çfarë kushte na ofron. Gjithashtu pse jo mund të vijmë të i bëjmë nxënës të kësaj shkolle. Atmosfera festive u shoqërua nga një panair gatimesh përgatitur nga drejtimi i hoteleri turizëm, ndërsa aktiviteti u vlerësua si një hap i rëndësishëm në mbështetjen dhe orientimin e vajzave drejt ëndrave të tyre.